Ne protestojmë për të drejtat e mungesat e ilaçeve që janë në spitale onkologjik. Ju jeni vetë pacient apo keni Neve kemi pas motrën para 1 muaj na vdiq nga çfarë nga nga kanceri në mitër. si ka qenë trajtimi në spital? Shumë keq. Prandaj kemi dalë dhe neve këtu. Çfarë problematika është? Problematikët s'kishte krevat, s'kishte ilaçe, s'kishte asgjë. Ka pasur vonesa në trajtim? Të gjitha vetëm me lekë kemi blerë. Keni paguar kë? Shumë. Doktoreshën, atë të kimos që na gjente krevatin, të tëra i kemi paguar me lekë. E si përfundim asgjë, pak naqë. Asnjë gjë s'na bënë ne. Vetëm me lekë kemi pagu. Çfarë mesazhi keni për Ministrinë e Shëndetësisë? Ministria e Shëndetësisë të vërë dorë në të onkologjikut, të paktën nuk ka mundësi, po të paktën ilaçet të gjenë. Se ndoshta ajo sëmundje është e vështirë, është për pacientin, po ilaçet paktën është krevatet që bëjnë kimon, tu asigurojnë, pa lekë. Kam pati krevate gjithë? Ku kishte në Karrike, Në Karrike. Karrike 8 orë. Motra ime në 8 orë ishte me karrocë, bënte kimon në karrocë. Se s'kishte krevate, ose do ta pagunim me lekë, ose dhe lekë nuk ka. Paguani ty e siguronit një krevat? Po. Kur paguanim 20.000 lekë. Për një krevat të bënte kimon, që i kishte për detyrë spitalit ja siguronte. Ose po si dham 5.000 lekë bënte ilaçin e stomakut, që i kishte për detyrë t'ja fuste aty në atë, nuk ja fuste. Se nuk ka, thonte, s'ka. Ose shko bleje, thonte te farmacia përballë. Venim neve blenim atje vetë. Sa kanë qenë shpenzimet pagash për trajtim? Për zotin ka 2 vjet që ka vujt, shumë. Se ajo nuk kishte, se ishte me një pension invaliditeti. Kemi paguar gjithë. Motra, vëllezërit gjithë që ta mbajmë në jetë. Kur una se mbajtëm dot. Qytetarët e kësaj republike Faleminderit.